E mban më mbledhjet e kryesisë, po sa dikur që fillonte diskutimi, pikat kryesore 1 2 3 4 kalonin për 10 minuta. Të ndryshme pastaj 8 orë mbledhje dhe ne që rrinim aty jashtë në debatet e brendshme. Çak, kam qenë dhe unë objekt aty. Patjetër. Prandaj të pyes. Tani nuk ka më të ndryshme hiç fare në PS. Ka një Erion Braçi që her pas here në dritarin e vet hedh sinjale, kritika ku diu. Çfarë është sot Partia Socialiste për sa i përket kësaj pjese të demokracisë së brendshme? Pa fol me atë gjuhën e Ramës që shikose. Konkretisht, çfarë është sot? Kush guxon ti thot Edi Ramës që ti e ke gabim? Po unë përveç. Si po çdo më thon përveç. Tani duhet ta bëj dikush që të thotë që kjo është gabim. Duhet ta bëj dikush. Për shembull, edhe kur u bë diskutimi në kryesinë e Partisë Socialiste për listën e deputetëve etj. Zona mbyllur, zona hapur, shumë e rradh, patjetër që kam thënë kjo është gabim. Kjo është gabim. Kjo që po bëjmë. Siç është gabim edhe fakti tjetër që thënon rënd garën edhe ne nuk mbështetemi ke lufta midis meje dhe Lulit që jemi kandidat në pjesën e hapur të listës atje të maksimizojmë sherrin midis Erionit dhe Lulit. Unë nuk kam asnjë dëshirë të vjem me kolegë, me miq, me shokë etj. Për fat keq kisha drejt. Sepse unë nga kjo fushat elektorale kam humbur miq, edhe mikesha. Sepse unë mund të pranoj edhe garën edhe çdo gjë tjetër atje, siç mund thahet aty i shko atje. Garë është kjo, do ta përballosh garën. Ata pa përballosh me dinjitet. Nëse unë mund ta pranoj garën, po unë nuk mund të pranoj sharrin përkundrejt me. Unë nuk shava kënd. Fushat. Unë u mora me këto që po konsiderohen problemet e Tiranës tani. Më kanë folur për këto në muajin shkurt. Hapësira publike, infrastruktura e pamjaftueshme, infrastruktura që nuk i përgjigjen 10 vite, infrastruktura që nuk i përgjigjet 10 viteve, infrastruktura që ndërtohet sot për nesër dhe nuk ndërtohet për 20 vite që vijnë. Për më tepër në kushtet kur kemi një vizion për ndërtimtarinë në këtë qytet, por nuk kemi vizionin për infrastrukturën që duhet ta shoqërojë atë që mos cënojë funksionalitetin e jetës. Është shumë e rrallë. Pra unë u mora me këtë gjë, unë nuk mora me të sharë. Mos e votoni këtë se do Rama. Mos e votoni këtë se ky nuk bëhet deputet. Se ky tani erdhi në Tiranë, edhe ky se ka berin e Tiranës, se ky ishte atje në fshat tek shumë e rradh. Mos e votoni këtë se ky del vet, bëhet vet deputet. Si bëhet vet me goje? Bëhet me vot. Po se votove, nuk bëhet. Do të thënë, deri në të tilla gjëra. Nuk ndalova kërkon, derdhën hapën zyra në zonën time, saqë u detyrua vetë kryetari i partisë të shkruante disa herë në grupet e WhatsApp-it që mos bëni këtë, mos bëni këtë. Puna ishte tek sistemi. Dhe tek sistemi, kur unë fola dhe e kundërshtova, nuk më mbështeti kërkush tjetër. Thoshte se ky e ka personale, s'po ikën nga Divjaka. Personale. Po vetë thash, do bëj fushat në Tiranë, edhe pa qenë fare në listën për deputet. Fare, do bëj fushat dhe kam detyrim. Për më tepër kur më përmendi një simpes, po patjetër, atje ka socialist dhe unë të shkoj të bëj fushat bashkë me ata, pa qenë fare në listë fare. Personale, se kjo është historia. Shiko, Luli, që unë të marrë kundër argumenta, është gjë më normale në botë. Për ato që unë mendoj që është argumenti im, dhe të ketë atje njerëz që kanë argumenta të ndryshëm nga imi, është gjë më normale. Demokracia kështu është dialog, nëse mungon dialogu, pastaj ka marrë fund fare, por që unë të marr fyerje është e tepërt. Kur ndryshoi tatimi mbi vlerën e shtuar në 2018, unë isha kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe kundërshtova, thanë ky do më i zëm vendin Benit. Dhe Beni e besoi. Tha ky do më zëm vendin mu. Kishte dëgjuar edhe një gjë tjetër që unë mund të bëhesha ministri i bujqësisë dhe tha, ta rrënoj para se sa të bëhet ky, ndërkohë unë e kisha refuzuar të bërit ministër bujqësie 3 javë përpara, 3 muaj përpara. Pra kjo gjë ndodhi në nëntor, mua në fillim të shtatorit më tha që të premte një ministri i bujqësisë. Dhe unë refuzova, e para sepse u trëmba, dhe e dyta, që ishte më e rëndësishme, unë nuk mendoj që ministri i bujqësisë është qop. Apo nevoja më moment.
është sektori më i madh i ekonomisë kombëtare dhe nuk mund bëhet të njëjtën për të premten ministri i bujqësisë. Pra, ky tha do të nxjerr vendin. Erdhi një zonjë në 2021-shin, kemi ndenjur 3 orë në zyrën e saj, shkruaj të mbushëm një fletore të tërë, në fund fare më tha si e bindur në zëvendës kryeministrin, tha që ti bëj këto. I thash, po ti nuk e bindur zëvendës kryeministrin, sepse zëvendës kryeministri ka ngulur një gozhë të madhe në kokën e gjithkujt që bujqësia është një sektor pa lek. Dhe ne duhet të mbështesim sektorin me lek. Se nuk e bën dot të ik. Filluan të bëheshin gabimet, pra inercia filloi trajektorin rëndëse, mbaroi dhe filloi trajektorin rëndëse, natyrisht unë mbajta qëndrim përkundrejt ministres bujqësisë, e cila mora edhe atë skenën e famshme në parlament Çakiçi Bërtet, edhe pastaj shprehjen ky do të nxjerr vendin. Iku dhe ajo, erdhi një zonjë tjetër me të cilën jo në zyrë disa herë, po në divjak konsumuam një vizion të plot për çfarë duhet bërë tek bujqësia. Edhe ajo s'bëri asgjë, dhe ka një kontribut madhor në këto numrat që ne kemi sot. Të 3 mujorëve radh, edhe të këtij 3 mujorit fundit, të këtij vitit që lam. Edhe ajo tha do të nxjerr vendin. Do bëj qeveria tani, e thanë do e bëri gjithë historinë se do të më zën vendin asaj. Në fakt s'isha unë prap. Nuk isha unë prap. Pra, për te i kësaj historisë që ndodh, rëndom, merr edhe fyeri që të demotivojnë, demoralizojnë, ta lësh fare. Dhe mos e bësh. Dhe kjo gjëja ndodhi edhe në Tiranë. Por, prap, unë e kam lirinë mjaftueshme brenda Partisë Socialiste për të thënë që kjo është gabim. Dhe kjo liri ekziston dhe për të tjerë. Nuk ekziston vetëm për mua. Pse nuk e përdor? Lirinë e tyre. Po do pak kur ajo gjë, për të thënë të vërtetën. Unë e kam vendosur, më pëlqen shumë ai slogani që Kristiana Mampur mban në bluzën e podcastit kur del në podcastin e saj. Mos i neutral, i vërtet. Sa më thonë edhe që ti bëm në opozit brenda pozitës time. Ajo nuk bëj opozit brenda pozitës. Mundohem të bëj pasqyrën brenda pozitës. Dhe të them atë që është realiteti atje poshtë. Jo realiteti në zyrat e mbledhura tona, por realiteti atje poshtë. Dhe ky është themelor. Të thuash të vërtetën, patjetër do kur ajo, por të thuash vërtetën është edhe ngjitse. Mbrin edhe këtë të tjerë. Kështu që duhet kurajo për të thënë të vërtetën. Që kjo gjë nuk shkon. Nuk e kemi bërë mirë. Dhe duhet ta korrigjojmë, dhe duhet ta ndryshojmë, normalisht bëjmë gjën e duhur. The pak më lart që ishte 2014-2015 deri në 2018 që funksiononte parlamenti. Ishte koha kur funksiononte parlamenti. Çfarë ndodh sot ose dje, po sot në parlament? Në fakt funksionon apo jo? Çfarë ndodh? Jo, parlamenti a mund ta hiqë? Po. Parlamenti patjetër që funksionon. Pa ka liri, dhe jo liri për të bërë atë që shihni rëndom atje, por liri për të bërë punën. Liri për të bërë punën. Shikoni çfarë ndodh në Amerikë. Një kongresmene, një senatore atje, fikën qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dita e dytë sot. Fikën. Disa shpenzime që janë atje. Pse? Sepse edhe kongresmeni, edhe senatorja, pavarësisht se janë palë, pra janë demokrat, kanë ca kauza të tyre, të cilat pranojnë ti dialogojnë, por jo ti negociojnë. Pavarësisht se është proces negocimi. Që do të thotë, i gjithë akti i mbështetjes i kujdesit shëndetësor përmes primeve të sigurimeve shëndetësore të paguara nga qeveria në Amerikë ka rënë dhe ata janë atje për të garantuar pikërisht rikthimin e kësaj mirë publike për 14-15 milionë amerikanë. Dhe thonë po, tani unë duhet jap votën për shpenzimet e qeverisë? Nuk e jap. Zyra ime është hapur, hajde fol, dialogojmë bashkë për këtë gjë. S'kam interes timin personal, kam interesin e atyre njerëzve që më kanë votuar. Ndodh kjo në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në akte që janë shumë të rëndësishme, siç mund të jetë paketa fiskale, siç mund të jetë buxheti, nuk ndodh as brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kjo gjëja.
Nëse unë kam sugjerim, sugjerim për drejtuesin e rikthyer të grupit parlamentar të Partisë Socialiste është të japi liri deputetëve dhe të kërkoj një proces dialogu me qeverinë. Jo thjesht dhe vetëm rreshti. Qeveria propozon, unë duhet ta votoj. Se e kam dëgjuar këtë. Kështu siç po ta them. Rreshti është vendim politik, rreshti. Ç'do të thonë kjo? Ç'do të thonë kjo? Unë do shkoj prapë atje ke ata njerëzit atje. Do shkoj tek pensionistët atje. Do shkoj më tek pensionistët. Dhe nëse unë nuk kam një plan të qartë për 4 vite, si do mbaj premtimin e pensionit minimal në fund të kajve 200.000 lekë, si do ta mbaj? Si do ta mbaj premtimin e pensionit mesatar 400.000 lekë? Natyrisht. Nuk ka rreshti, si rreshti. Do shkoj atje, ku ta çoj fytyrën? Dhe kësaj partisë i duhet një njeri me fytyrë apo i duhet një njeri rreshti dhe pa fytyrë? I duhet një njeri me fytyrë, mendoj unë. Për të shkuar, i duhet një njeri me fytyrë, mendoj unë, për të shkuar atje. Atëherë, duhet ndërtohet një proces dialogu për ato që janë tema të mëdha, edhe të partisë, po edhe të qeverisë, së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dhe natyrisht, në këtë proces dialogu duhet liri. Liri. Je i fort, nëse i ke dhënë liri të gjithë atyre të tjerëve që janë në të njëjtën llogore me ty. Liri për të thënë mendimin e vet, liri për të thënë për të prezantuar argumentat e tyre, liri për të propozuar, liri për të kritikuar mbi të gjitha. Liri për të pyetur. Se ndodh që kanë bide edhe ku nuk pyetet fare. Nuk ka pyetje. Po si mund shkoj tjetri drejt një vendimarrje pa bërë gjë elementare, pa bërë një pyetje. Pra, grupi dhe parlamentin në tërësi duhet ketë liri. Po liri jo për shrarje, për të fyer. Liri për të paraqitur argumenta e për të mbrojtur argumenta. E pse jo? Edhe për të votuar mbi bazë të atyre argumentave. Edhe në qoftë se vendimi politik nuk përputhet me bindjet apo me mendimet e tua. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Kjo e bën parlamentin funksionar. Nuk e bën thjesht vetëm shkuarja, folja atje për çfarë duash e ku diun tjetër me radhë, po asnjë gjë që është në rend e ditës, po për çfarë duash ti. Dhe natyrisht pastaj votimi në fund edhe ikja. Jo, ky nuk është parlament funksional, e që i duhet që të ardhë. Parlamenti funksional duhet të gjallojë. Jo të hesht, po të gjalloj. Jo të shaj, po të argumentoj, të debatoj, mbi bazë të argumentave, jo sharjeve. Ti e bandit, ti e kështu, ti ke çu drogën, ti ke marrë aty, ti e pi me unë, ti e pi me vesh. Shumë atë. Ky është banaliteti që i ka bërë njerëzit të rinë larg politikës, të mos besojnë më tek politika. Fare. Që se ka të vërteta, ka institucione për çuar atje, për të marrë me to, ama argumenti vlen shumë. Dhe argumenti mbi bazën e të vërtetës. Sepse edhe kësaj të hënën në kuvend, u tentuat flitet për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit të vend, por pjesa më e madhe ishin lexuar. Kemi realist. Edhe zotëria që foli nuk e kishte lexuar. Kishte marrë nga mediat pasazhe, por nuk e kishte lexuar. Raporti, po e përsëris edhe një herë, është i ekuilibruar dhe ekstremisht realist. Në 80% të tij afirmon masat e dobishme që janë marrë edhe për klimën e biznesit. Afirmon zhvillimet ekonomike që kanë qenë deri diku pozitive në këtë vend të tij. Po patjetër kur vjen momenti tek procese siç gara, konkurenca, prokurimi publik, administrimi i pronës publike, e kështu me radhë, patjetër. Si mendoni që ata amerikanë nuk dëgjojnë se ç'a ndodh në këtë vend? Nuk dëgjojnë. I marrin vesh shumë qartë. I kuptojnë shumë mirë dhe kur ka aferë korruptive, po patjetër do thonë po ka korrupsion këtu. Dhe unë mendoj që kjo ndihmon. Kjo nuk qëllon. Kjo ndihmon për të përmirësuar e për të korrigjuar. Pra këto raportet nuk janë element, nuk janë dokumenta që duhet i shohësh si agresion ndaj teje. Jo. Këto janë raporte që duhet të vlejnë ty për të përmirësuar punën. Të njohin. Dhe raporti e njeh meritën e atyre gjërave që janë bërë mirë, dhe natyrisht të sillen vëmendje dhe të sillen kritikën e gjërave që nuk janë bërë në standard të atij bashkimit evropian ku ti po kërkon të shkosh. Atëherë në këtë pikë
është themelore që të dëgjosh, e të reflektosh mbi këtë bazë. Po mbi të gjitha, të thuash të vërtetë. Brenda Partisë Socialiste është kultivuar në një kohë të caktuar, në vitet të caktuara, një liri e fjalës, e kritikës, e mendimit ndryshe. Dhe ajo, për mendimin tim, përsa unë e kam ndjek Partinë Socialiste, është prerë dhunshëm. Ndaj dhe askush nuk guxon të flasë për veç të Erion, sepse ti e ke gëzuar, po është prerë pra dhunshëm. Po nuk është kështu, ja. Nuk është puna se e rrafi dikush dikë dhe ti mos e thuaj mendimin. Dhunshëm ti e kupton shumë mirë çfarë duke thënë. Që nuk mund të them se... Po më thuaj që nuk ka procese brenda Partisë Socialiste ku ti nuk mund të thuash atë që mendon? Jo, ka. Unë jam aty brenda. Po sepse ju nuk e shihni të reflektuar as sekundi, sepse ka fituar logjika e zbatimit të një vendimi që merr forumi lart drejtuesi i Partisë Socialiste e kështu me radhë. Ka fituar. Është më shumë kjo gjëja. Është më shumë kjo gjë se sa të dalësh publikisht të thuash që po unë nuk jam dakord me këtë gjë dhe këtë e thash atje brenda. E thash me mbledhje. Erion, antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës u vunë në rresht për një dhe votuan shkarkimin e kryetarit bashkisë të Tiranës, njerëz të zgjedhur për të tillë nuk e di se si t'i quajmë, gjithë i quajnë kështu, nuk po merrem me këtë pjesë, në rresht për një. Unë kam bindjen se shumë prej tyre nuk deshën ta hidhnin atë vot kundër kryetarit bashkisë. Jo, nuk ka rëndësi fare se sa faj ka e di drejtësia këtë as fare. Unë mendoj që procedura u zbatua në shkelet plot ligjit dhe ata u vunë në rresht, një për një. Ata nuk janë njerëz të lirë jo. Në qoftë se ka një gjë me të cilën unë s'bie dakord në këtë rast, është fakti që kjo ishte një çështje që duhej diskutuar brenda Partisë Socialiste. Kjo nuk ishte një çështje që duhet diskutuar me kontributin e të gjithë armiqve, kundërshtarëve, ku di unë tjerë me radhë, quni si doni, jashtë Partisë Socialiste, apo individualisht atij djalit. Sepse edhe në të tilla raste vlen shumë dinjiteti njeriu, i cili në këtë vend është gjëja e fundit fare. Gjëja e fundit. Ta trajtosh tjetrin me dinjitet. Edhe kur e çon para një trupe prokurorësh, gjyqtarësh, edhe kur kërkon ta largosh, është aja e një marrëdhënie njerëzore. E kam vojtur vetëm mbi kurisë të gjë. Dhe ajo që u bë aq publike, që ishte një çështje e brendshme e Partisë Socialiste, ku duhet diskutoheshin të gjitha gjërat e tjera, pa u imponuar, po duke marrë edhe opinionin e gjithëve që ishin aty, natyrisht që u bë gabim. Në rastin e vendimarrjes pastaj, shiko, bjem dakord që Tirana është një nevojë emergjente. Është nevojë emergjente. Jo, nuk bie dakord në një gjë. Nuk mundet që institucionet e Bashkisë Tiranës të mos funksionojnë vetëm sepse një individ, qoftë ky dhe kryetari i partisë, i bashkisë, të jetë aty. Këtu jemi në një gjë tjetër. Këtu jemi në mënyrën se si ne ushtrojmë pushtetin. Okej. Tani, nuk kemi tentuar ne, ose nuk ja kemi dalë që ne të ndërtojmë institucione të forta e të qëndrueshme. Po, e tham të. Po kemi ndërtuar, në të shumtën e rasteve kemi ndërtuar njerëz të fuqishëm në krye të këtyre institucioneve. Dhe drejtimi nuk ka qenë përfshirës, si gjërë e tjera, nuk ka qenë piramidal. Nëse ka një gjë për cilin mund fajsohet edhe Erion Velia, është pikërisht kjo. Ndërtimi një institucioni solid e të qëndrueshëm që bën punët dhe çon punën deri në fund. Mbështetja thjesht dhe vetëm në individ që i vën shpatullat punës e tjera, ja që sjell në këtë element. Tani, Tirana është në nevojë edhe për këtë arsye. Dhe unë mendoj që në vendimmarrje ka prevaluar nevoja e kryeqytetit për shërbime të domosdoshme jetike në këtë rast. Një vendimmarrje që në fakt e bllokoi gjykata kushtetuese. Dhe kryeministri pavarësisht kësaj çoi vakancën në presidencë. Dhe presidenti pavarësisht kësaj vulosi atë çfarë kërkoi kryeministri dhe shpalli zgjedhjet e Tiranës bashkë me bashkitë të tjera. Çfarë është ky proces për ty? Unë jam mësuar që veçanërisht gjatë këtyre 3 muajve të fundit
e kam dëgjuar shpesh këtë gjë. Gjëja e parë dhe themelore që duhet bërë është respektimi i vendimit të gjykatave. Kjo është aja. Dhe në një demokraci funksionale, gjykatat janë garanti themelor i funksionimit të shtetit, mbi gjitha, funksionimit të lirive dhe drejtave të qytetarëve, me gjithë metat që kanë. Edhe atje korrupsioni abuzon me këto liri e drejta dhe drejta e vendimarrjes shitet blijet e kështu me radhë. Po them, parimisht gjykata është elementi kyç që duhet të rregullojë marrëdhënien tonë. Përndryshe, ku ta kërkoj të drejtën? Ku ta kërkoj të drejtën? Pra, në gjykimin tim duhet zbatuar vendimi i gjykatës. Ka kohë akoma për të zbatuar vendimin e gjykatës. Ka kohë akoma. Por edhe një herë. Edhe në këtë rast, unë dua shumë të besoj që ka prevaluar interesi i kryeqytetit. As interesi politik, as interesi elektoral, po interesi i qytetit. Interesi i shërbimeve etike të qytetit. Unë nuk e besoj këtu. Unë jam, po mirë, gjithkush është i lirë, gjithkush është i lirë të besoj ato që mendon. Unë dua të besoj pikërisht të gjë. Administrativisht, zgjidhet por, shumë thjesht, shumë kollaj. Edhe këtë gjë, nuk do ta vendosja mbi vendimin e gjykatës. Ky është shteti që kemi ndërtuar. Dhe normalisht këtë gjë duhet ta respektojmë gjithë. Duhet ta respektojmë gjithë, nuk mund të ketë ca që e respektojnë, ca që për disa çështje respektojnë, për disa jo. Jo. Duhet të ketë një sjellje të njëtrajtshme, të qëndrueshme në raport me vendimet e gjykatave. Prandaj gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Është themelore kjo gjë. Supozojmë që unë e quaj arrogancë të pushtetit, që jo, arrogancë nuk është. Okej, për ty nuk është, okej. E dija se do thoja kështu. Po kjo arrogancë sipas meje në këtë rast, jo. Për mua nuk është arrogancë. Nëse që të bësh sikur se ekziston asnjë lloj institucioni as pushteti tjetër. Luli, një sekond. Jo, një sekond. Po flet me një deputet që është çdo ditë në terren dhe kupton nevojën e ndryshimit në funksion të shërbimeve publike për qytetarët. Unë nuk kam interes as të bëhem kryetar bashkie, sepse nuk plotësoj kriteret. Pra nuk kam interes as të bëhem kryetar bashkie, as të bëhem në një gjë tjetër. Ministrat mbaruan u bën, udhëheqja e partisë u bë, udhëheqja e parlamentit u bë, etj. Flet një njeri pa interesa personale në këtë rast. Por që marrëdhënia me ata njerëzit atje për këto 4 vite e ka prioritare dhe prioritet edhe mbi të qenit në parlament e ku di unë tjerë mëra. Po, parlamenti mund të jetë në funksion të atyre njerëzve. Pra, për mua, parlamenti është në funksion të asaj marrëdhënie prioritare me ata njerëz. Po, jo parlamenti i pari dhe ata njerëzit të dytët. Jo, nuk kam këtë prioritet. Pra, thëm këtë, po flet me njëri që ka interes maksimal për shërbime publike për kundrejt atyre njerëzve. Prandaj unë besoj që këtu ka fituar kjo gjë. Është e dhimbshme kjo gjë, është e dhimbshme në marrëdhënie me Erionin. Patjetër, koleg që në aty ka bërë betejë me ne, që gjatë kohës opozitës, pastaj të pushtetit e kështu me radhë. Por thash, midis këtyre dy gjërave, të interesi dhe kësaj marrëdhënie, hyn në mes ajo që është institucionale. Dhe nga pikpamja institucionales, unë prevaloj në zbatimi i vendimit të gjykatës. Dhe ka dritë hije të mëdha brenda gjithë këtij procesi. Që nga mënyra e arrestimit, mbajtjes në arrest, gjatë fazës së hetimeve, gjatë fazës së përpilimit të akuzave, etj. Deri dërgimit në gjyq dhe ndërprerjes për këtë shkak të marrëdhënies apo të mandatit të një kryetari bashkie me zgjedhësit e tij. E harrojmë fare Erionin, me që Erioni e kishte vetin që të i thriste vet këta që e sulmonin, e luftonin, e bënin etj. E harrojmë Erionin. Po flasim për një të zgjedhur. Qoftë ky në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, qoftë edhe atje. Në qoftë se për të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ti ke dhënë të drejtën e arrestit ta vendos kuvendi për të zgjedhurin vendor që ka marrë edhe më shumë vota se sa një deputet, nuk ekziston ky instrumenti. Dhe kjo është një paparazi që krijon
këtë lloj precedentesh. Dhe ky është një problem, dhe kjo ha debat, dhe kjo duhet diskutuar. Ashtu siç edhe në rastin fare konkret pastaj që të mungesës në punë të një deputeti është çmuar që nuk ka arsye që atij të ndërpritet mandati, është rasti i Sali Berishës apo jo. Dhe kështu ka gjykuar Kuvendi në bazë të atyre që janë shkruar në ligj, por një kryetar bashkie kjo është lënë po prapë evazive. Dhe pavarësisht se janë i njëjti kusht, është i njëjti kusht, me ndryshimin që ai ishte në arrest shtëpie, ky është në burg. Ati ndërpritet mandati dhe këtij zotërisë vazhdon të jetë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Pra, është një proces që ka dritë hijet nga. Dhe pyeten në fund të fjalisë, a duhet të jetë më kështu? Apo jo? Dhe kjo është një çështje për diskutim, dhe duhet diskutuar. Për fat keq po zhvillohet mbi kulisën e atij djalit, por duhet bërë ky debati, dhe duhet bërë ky diskutimi, dhe duhet vënë pikat mbi i, që mos cënohet as demokracia vendore, siç nuk lejohet me rregulla dhe me ligjin në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të cënohet demokracia parlamentare. Pra mbrohet deputeti nga një proces abuziv drejtësie në kurrizë të tij. Duhet ndodh edhe për të tjerët. Siç duhet ndodhe për qytetarët drejtaj. Se mirë dakord ne jemi ata që kemi pushtet, jemi këtu lart, qoftë nivel vendor, qoftë nivel qendror. Ama kjo gjë duhet ndodhe edhe për qytetarët. Se kontesti akoma dhe më i madh, më masiv është për qytetarin që rri në burg atje, në fund deli pa fajshëm. Dhe të gjithë nga taksat tona paguhen për pafajësinë e tij. Paguhen për pafajësinë e tij. Atëherë duhen ca procedura që janë të tilla që garantojnë edhe liritë dhe drejtat e qytetarit, po edhe të drejtën e prokurorit të ngrejë akuzë, të kryejë hetimet plota, në përputhje me ligjin, në përputhje me kushtetutën, se fundit prokurori nuk është ai që bën drejtësi, prokurori është ai që ngre akuzë, drejtësinë e bën gjykata. Në fund fare. Nuk e patët premtuar ju këtë Shqipëri të pas 12 viteve me këtë lloj arrogance, asnjë Shqipëri në fakt që ka një numër shumë të madh funksionarësh të Partisë Socialiste në burg për korrupsion. Dakord jam unë, funksionon drejtësia, atëherë s'ka funksionu. Po janë shumë erion. Shumë? Po patjetër që shumë janë. Si numër po them, jo si krahasim. Kur një gjë nuk ka ndodhur më herët, po patjetër që këta shumë i bie atje. As e diskutoj këtë pjesën, po. Edhe në këtë krahasim janë shumë pra. Por në raport me ligjin janë shumë, mendoj unë. Në raport me ligjin, mendoj unë që janë shumë. Të ndaluar. Edhe në procese, se të dënuar janë vetëm 2, mos gaboj unë. Ministri i Mjedisit edhe një deputet, apo? Po. Tjerët janë proces, të akuzuar, të shkuar, kanë shkuar në burg o butas. Po, tani. Kur unë flas korrupsion thonë në Rion, shumë, shumë korrupsion. Lul, dakord, po unë nuk mund të jemi ndryshëm në këtë rast. Të gjitha njerëzit prezumohen të pafajshëm. Te në një vendim të formës prerë të gjykatës. Patjetër që nën akuzë mund vihet kushdo. Po gjykata ajo që çmon mbi bazë provë, rregullshmërisë së procesit, je i fajshëm apo jo. Thëm këtë, edhe nën akuzë, po prap mund të themi që janë shumë. Ajo që mua më shqetëson është marrëdhënia me ligjin 1 dhe me paranë publike 2, pasurinë kombëtare 3. To 3 elemente me të drejtat. Mbi, po flas për drejta ekonomike tani. Me të drejta ekonomike mbi qoftë edhe mbi vendimarrje. Një vendimarrje që jep një të mirë publike apo jep një kontratë publike e kështu me radhë. Po, kjo marrëdhënie na vën ne në pozitë vështirë. Patjetër ne duhet kishim kultivuar të ndryshme dhe të kishim bërë zgjedhjet e duhura me njerëzit e duhur për ta përmirësuar këtë marrëdhënie apo ta sjell apo për ta mbajtur në mënyrë të qëndrueshme në parametrat e ligjit. Këtë thot edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në optikën time, në ato që unë lexoj nga ai raport, por këtë thon edhe raporte të tjera. Ajo që e rëndon këtë gjë pastaj është perceptimi i njerëzve. Dhe perceptimi i njerëzve ngrihet edhe mbi shembull, ngrihet edhe mbi pakënaqësi, ngrihet edhe mbi arrogancë. Se mund mos kesh bërë as korrupsion,
mund mos kesh bërë as abuzim, po mënyra arrogante e sjelljes tek një njeri që ka nevojë të marrë një shërbim publik pa paguar para, korrupsioni, perceptohet si korrupsion. Janë dy element shumë të rëndësishëm. Pra, perceptimi vjen nga përvoja personale, po patjetër ti mund të kesh paguar para, po vjen edhe nga fakti që ti je i pakënaqur. Ta kanë sjellë shpirtin më tundës për të marrë një certifikat pronësie, edhe pse s'ke paguar lek për atë. Po ke harxuar 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, ke harxuar para, i ke bërë një herë dokumentat se dalin nga fati kohor atje me që po merrem me selitën. Edhe unë e di se çapo heq me kadastrën për legalizimet e selitës. Po them, mund të kesh harxuar para disa herë për bërë setin e dokumentave që kanë dalë jashtë afate që duhet të rinovosh e kështu me radhë. Pra, edhe kur ke paguar para e percepton si korrupsion të drejtë për drejtë, dhe ke të drejtë sepse ke paguar para, po edhe në krahun tjetër, kur ti ke marrë një shërbim të keq, ti e percepton si korrupsion. Këtë gjë. Ne nuk kemi mundur të ndërtojmë marrëdhënie të qëndrueshme midis zyrtarit publik dhe individit në të dyja rastet. Edhe kur i është marrë para, edhe kur duhet përgjigjet para ligjit, po edhe në rastin kur sillesh keq. Sillesh me arrogancë. Dhe ai tjetri, pavarësisht se ti si ke marrë lekë, e percepton edhe këtë gjë si korrupsion. Të dyja janë të zgjidhshme. Dhe forca e shembullit vlen shumë. Vlen shumë. Por janë të zgjidhshme pastaj edhe përmes proceseve ligjore, kurse kjo e dyta, e të sjellurit keq zgjidhet vetëm në një mënyrë. Në një mënyrë. Largim nga detyra, që ti ke marrë përsipër ta bësh në përputhje me ligjin dhe me etikën, edhe morale, edhe politike, në kështu me radhë. Kur unë bërtas atje në parlament, do thotë që jo ju ka ardhur njerëz në shpirtin më të tundët, njerëz me të cilët unë komunikoj, për çështjen e cilëve unë flas atje, po më ka ardhur mua më të tundët. Ka shpirti këtu. E detyrohem atje dalë të flas. Sepse është sjellja e tillë që çfarë ishte ajo sjellja me nën kryetaren apo kryetaren detyrë të Bashkisë Tiranës? Arrogancë. Arrogancë. E për çfarë? Për të larguar ka një koshe me mbetje nga qendra shëndetësore. E kupton për një gjë fare banale. Pa i qytetari atje e percepton si korrupsion atë gjë. Nuk e percepton si sjellje e keqe, arrogant, mos kujdes, mos vëmendje, shërbim munguar e kështu me radhë, e percepton si korrupsion. Pra e kemi këtë problem. Kur themi që janë shumë, duhet i kemi parasysh të gjitha. Kur them unë që këto gjëra zgjidhen. Po do vullnet. Edhe do që ti përkushtohesh punën si merr përsipër. Dhe jo ti përkushtohesh vetëm ti. Sepse ndodh kjo gjë. Ai dyra merr shumë gjëra përsipër. Shumë fare. Rin kryet çdo gjë dhe insiston të bëhet edhe nga një herë gjërat bëhen se është ai. Po këtu vim ka ajo kritika që kemi, edhe unë dhe ti, mënyrën se si ndërtojnë institucionet të vend. Se pyetja është çfarë do ndodh pasi sikur të dorëzohet edhe Edi Rama. Çfarë do ndodh? Do funksionon me asgjë pastaj. Se funksionon sot njëri që vën lëvizje gjitha hallkat. Po ndoshta fillon edhe funksionon më mirë më burr. Mos e përjashtot kjo do të thotë. Të nuk e di. Jam skeptik në këtë aspekt, duke parë gjithë çfarë ka lart, çfarë ka dhe poshtë. Po them, duke vënë në lëvizje të gjithë trupën, që ka marrë përsipër të bëj punë, dhe duke injektuar të njëjtën kulturë pune dhe përgjigje tek të gjithë. Jo njëri në mënyrën e vet, tjetri në mënyrën e vet, etj. Jo, duhet të një trajtësohet sjellja e zyrtarit, funksionarit publik përkundrejt qytetarit. Ndërkohë që Partia Socialiste ka larguar shumë senator, ke ngel vetëm, nuk e di se me kë. Senator jam unë, deputet jam. Senator e kemi përdor ne gazetar gjithmonë të senator. E përdor njëri, po e dyshoj tani e përdor për të bërë qefin, e përdor për të më dhe mund edhe gatmuar. Unë e kam në këndin e përvojës që ka një deputet në Partinë Socialiste. Ndërkohë që ikin nga PS-ja dhe vinë të rinj, asnjë paragjykim për të rinj, po mua nuk më duken të tillë. Nga ana tjetër, kthehet një ka shumë të mirë me tyre. Nuk kam paragjykim, po duhet i njohin se nuk i njohin. Qartë. Tani çfarë ndodh me qarkullimin e elitave? Edhe një kështu. Po vëzhgimi juaj është i drejtë. Partia Socialiste ka qenë një proces vazhdueshëm të qarkullimit të elitave të saj, edhe
natyrisht sjelleve edhe të prurjeve të reja, sa kanë justifikuar vetëm prurjet e reja në raport me çfarë ka patur si kontribute më herët në Partinë Socialiste në grupin e saj parlamentare etj. Më radh kjo. Po unë nuk e vë fajin vetëm atyre që vinë. Shiko, Partia Socialiste ka prodhuar vazhdimisht karaktere shumë forta në politikë. Dhe mënyra se si është bërë politik në harkun e këtyre 35 viteve, mbase kanë nxjerrë pa edhe pikërisht këtë karakterin e fortë. Themi burra apo burrnesha. Ta themi kështu. Dhe kanë ngritur standardin lart shumë. Saqë cila do prurje që vjen, ndihet deficitare në raport me ato që kanë qenë. Flas nga pikpamja profesionale, e dijes etj. Më radh. Unë nuk besoj që një parlament tjetër apo një trup tjetër parlamentare e deputetëve të Partisë Socialiste e ka arritur atë nivelin e deputetëve të vitit 1992. Edhe unë besoj. Edhe kjo është një vërejtje. Në të dy krahët në fakt. Edhe në PS dhe në PS. Mos më shty të gjykoj ende nga krahu tjetër. Merr me këtë pjesën time sepse kjo është përgjegjësia ime. Unë flas edhe si drejtuesi i Partisë Socialiste, kjo është. Një research modest që i kanë bërë asaj kohe dhe grupeve parlamentare. Qartë. Pra, është kjo gjë. Po keni parasysh edhe ambientin. Ambient tjetër shoqëror, ambient tjetër shoqëror. Keni parasysh edhe procese të shumta shoqërore, ekonomike, politike të asaj periudhe, edhe të kësaj periudhe. E po mbi të gjitha keni parasysh edhe degradimin në të gjitha të sektorin që formëson. Edhe që jep dije e njohuri profesionale, pra formëson nga pikpamja individuale profesionale individin, edhe këtë sistemin që kemi kaluar ne në këto 35 vite. Të tjerë njerëz, me të tjerë formim, me të tjerë kulturë, me tjetër kulturë ata, edhe të tjerë njerëz dalin nga shkollat tani. Qoftë edhe nga shkollat e bëra, jashtë në perëndim që nuk i gjen kompatibël me këtë ambientin shoqëror shqiptar shpeshherë. Pra, në këtë aspekt a ka rënë cilësia, po edhe mundet të gjykohet si cilësi komplet tjetër nga ajo cilësi që ishte atëherë. Ama a ka ndodhur ky procesi e lidhur? Po. A ja kemi dalë që gjithë secili prej tyre të ndërtojë një projekt politik brenda forcës politike dhe këtë projekt a ketë pasur të qëndrueshme në funksion të vetes, edhe karrierës individuale, s'është turp. Nuk është turp kjo gjëja. Edhe të karrierës individuale, po edhe në shërbim të qëllimeve, objektivave të partisë të politike. Jo, shpeshherë. Prandaj ke shumë personazhe që kanë shpërthyer, nuk dua, po kanë shpërthyer dhe pastaj janë fikur. Pse? Sepse nuk ka pasur një projekt politik. Pra, qarkullimi i elitave duhet të jetë pjesë e përmbajtjes të gjithë Partisë Socialiste në rastin e partisë time. Nuk mund të jetë një proces mekanik që do i heq këta unë se duhet ta bëjmë ne këtë ndryshim, po edhe unë kështu isha, edhe unë kështu mendoja, që në qoftë se njerëzit nuk e shohin ndryshimin tek ne, do ta kërkojnë diku tjetër. Dhe për fat keq atje s'ka ndryshim, po për fat të mirë ne kemi bërë një ndryshim. A është ky ndryshim funksional dhe i qëndrueshëm? Me qëllim që unë të besoj që kjo Partia Socialiste ka edhe 10-15 vite të mira jetë me këta njerëz që kanë ardhur aty. Kjo është për të parë, për të diskutuar, për të kontribuar, për ta bërë të qëndrueshme këtë gjë. Dhe natyrisht, për të garantuar jetëgjatësinë në progres të kësaj force politike. Ndryshimet mekanike të elitave pastaj nuk vlen. E bëri dhe ajo partia tjetër një ndryshim mekanik që nuk i vleti dhe çojnë në rikthime që janë rikthime të dhimbshme. Janë rikthime të dhimbshme. Për të mos thënë humbse. Rikthime humbse. Sa kohë që kemi përvojën atje, duhet që të bëjmë ndryshe kjo pala jon. Edhe normalisht duhet ta kthej, duhet punuar shumë fort që të gjithë këto personalitete apo karaktere që kanë ardhur falti procesi kësaj radhe në Partinë Socialiste, e parambigjet një pjesë e tyre kanë ardhur me atë pjesën e mbyllur të procesit zgjedhor, pra të listës. Normalisht
secili prej tyre do bëjë një sforcë shumë të madhe për ta merituar atë. Jam shumë i lumtur për gjitha pjesën tjetër pastaj që ka ardhur me votë. Ka ardhur me votë, edhe me votë individuale. Dhe që normalisht sa kohë që janë aty përmes votës individuale e meritojnë. Deri diku, të themi, sepse puna në parlament, puna në territor janë dy gjëra që do ta provojnë këtë meritën, por ama është kjo gjë, ndodh. Dhe patjetër që duhet materializohet në çdo nivel të Partisë Socialiste. Pra është një gjë e mirë që ndodh dhe që duhet kthehet të qëndrueshme, por mbi bazë merite. Deri ku shkon ky proces? Në ç'kuptim? Në të gjithë kuptimin e atyre që ti pretendon të ndodhin në Partinë Socialiste të 15 ose që do të doje të ndodhin në Partinë Socialiste 15 viteve të ardhshme. Shiko, sepse un kam një mua më lini jashtë kësaj gjë, sepse un nuk pretendoj më gjë në Partinë Socialiste. Mu bë shumë gjatë. Kam deputet që nga viti 1996, viti tjetër bën 30 vjet fix për fat të madh. Domethënë këtë punë, se unë e konsideroj punë, pavarësisht se ka plot që e konsiderojnë misione të tjera, unë nuk jam në nivelin e misionarit. Kam preferuar gjithkohës që të jem në nivelin e punëtorit. Pra, në këtë punë e kam marrë me votë. Nuk e kam marrë me kështu ik merë ato tash. Shko aty. Jo, e kam marrë me votë. Edhe jam shumë i lumtur që e kam marrë me votë të gjën, por thash, mua më nxirni jashtë se gjë. Edhe më gjykoni si një njerëz që si socialist. Ky është mandati që vendos për fatin e kësaj partie, sepse ka plot si motra, Greqinë, Italia, atje më tanë, ose që janë humbse, ose që janë zhdukur, ose kanë një rol periferik në atë që quhet politika e këtyre vendeve. Ka të tjera këtej nga lindja e njerë që s'ekzistojnë fare. Pra, ky është një moment etik, dhe kjo është përgjegjësi e jona. Në dy aspektet. Në aspektin e atij që është qëllimi kryesor i këtij mandati, që është përfundimi i negociatave dhe antarësimi në Bashkimin Evropian, dhe në aspektin e dytë që është themelore. Një qeverisje të drejtë, të barabartë dhe që i shërben të gjithëve pa asnjë kufizimi. Të dyja janë të lidhura bashkë, se që të shkosh atje patjetër duhet të kesh bërë këtë gjë. Dhe ai procesi është një ushtrim shumë i mirë për të përmirësuar, jo vetëm qeverisjen, por për të përmirësuar vendin në tërësi. Në rast se ne dështojmë këtu, do të jetë një problem shumë i madh për ekzistencën e Partisë Socialiste pas 4 vitesh. Jo thjesht në aspektin që mund të humbim, por në aspektin, thash edhe një herë tjetër, të ekzistencës së Partisë Socialiste si alternative majt në këtë vend, e qendrës majt në këtë vend. Pra, varet shumë nga kjo gjë. Dhe ata që kanë marrë përsipër, ne që kemi marrë përsipër, s'po përjashtoj vetëm nga kjo, përjashtoj vetëm nga pretendimet për karrierë më lartë të kudiunë etj. Po në procesin e punës patjetër, jam pjesë, jam aty, edhe ne duhet bëjmë që është e mundur që mos ta kthejmë këtë shans në një dështim që ka të përfundim për cilin fola deri në këtë moment. Është thënë, kryeministri ka thënë që objektivi i tij final është pikërisht ky dhe pas tij mund të lërë vendin për cilin do tjetër. Brenda Partisë Socialiste apo edhe jashtë Partisë Socialiste për të drejtuar partinë apo për të drejtuar edhe vendin në të tilla raste. Kështu që është një motiv akoma më shumë që ne të bëjmë gjën e duhur në harkun e këtyre 4 viteve. Por po të përsëris, janë një etike këto 4 vite. Çfarë kërcënon më shumë këtë objektiv që po e përcakton jetike për këto 4 vite për shumë gjëra. Se po shiko, në planin personal është mos ti përgjigjesh punës. Dhe ta lësh në rrjedhë të lirë punën. Po në planin personal është që ta shfrytëzosh këtë mundësi për të bërë karrierë politike apo për të shkuar
më lart se aty ku je. Natyrisht, edhe karriera politike është gjëja më normale në botë, po jo e pamerituar dhe jo duke shtypur të tjerë mbi gjitha garën aty brenda. Elementi i tretë që është po kaq i rëndësishëm. Unë mendoj që kjo gjë bëhet duke dhënë më shumë liri edhe duke krijuar një ambient gjithnjë më demokratik, më përfshirës. Kjo nuk bëhet vetëm apo me klanin tënd. Njerëz të tu. Jo, kjo gjëja bëhet me të gjithë. Duke i dhënë secilit detyrën që i takon. Pa e nënvlerësuar, pa e shpërfillur, pa e relativizuar tjetrin, pa e shpallur mik, pa e thyer, pa e ofenduar, e kështu me radhë. Jo, po duke e bërë pjesë, që secili ka një rol. Për më tepër që e ka me votë së radhë, dhe gjithë secili duhet përfshirë në këtë gjë. Për ta çuar atje. Në mbi të gjitha në mënyrë demokratike. E gjitha. Të gjitha të kundërtat e kërcënojnë këtë gjë. Pse? E cënojnë këtë gjë. Po. E cënojnë këtë gjë. Dhe në këtë aspekt, marrëdhënia me institucionet, marrëdhënia me njerëz, marrëdhënia me ligjin. Në qoftë se cënohet gjithë procesi. Sepse ata atje, shqiptarët mund të jetë mësuar syri, veshi, dora, edhe me i qik para publike, qik pranë publike, qik shu, qik ashu, ambienti shoqëror shqiptar që e pranon këtë gjë, po atyre atjes me ata nuk ka. Unë kam qenë vetë pjesë kur kam qenë e këtyre proceseve, thënë, do bëhet kjo. Po shiko se ne do bëhet kjo, do bëhet kështu. Pra ata atje se tolerojnë këtë lloj sjellje. Dhe çdo lloj vonese në këtë gjë vonon objektivin. Dhe vonesa e objektivit të çon në dështim. Shumë të qartë. Pra këto janë rreziqet. Ndërto një karrierë brenda këtij projekti politik. Jo duke i rënë ndesh këtij projekti politik. Kjo është themelore. Po vëre domethënë një nevojë ose këngulje që ti po sqaron që unë nuk kam më, nuk dua të them, as ministër siç dhe kanë pretenduar ose as kështu edhe i tërhequr plotësisht në nevojën për një karrierë më të fortë brenda Partisë Socialiste ti e ke. Dhe po flet për të tjerë që shtypin. Çfarë po ndodh aty brenda, Eriona? A mund të flasim pak më hapur? Po ndodh diçka aty brenda Partisë Socialiste, dikush shtyp, dikush përpiqet edhe. Po tani këto janë normale brenda çdo force politike. Ajo që është anormale është të ndërtosh një karrierë në kuristë të tjerë. Kjo është anormale, kjo është Dhe po ndodh atje. Brenda një organizmi. Ka ndodhur jetë e motë në Partinë Socialiste kjo gjë. Ju jeni e brendshme atje tash. E brendshme mos më thuajti, më jam shkuese jashtë më apo? Jo, e brendshme në kuptimin që e keni ndjekur e njeh, keni marrë dëshmi edhe të mia të tjerë. Ti ka ndodhur kjo në Partinë Socialiste. Nuk është se është tani e momentit të merat, por ka ndodhur edhe kundër reagimi pastaj. Brenda Partisë Socialiste për të tilla fenomene. Do ishte mirë. Se mungon kundër reagimit tani. Se mungon. Si mungon? Po mungon pra. Nuk shoh un reagim ndaj atyre të shtypur. Shikon, sepse tani ka rezultat. Dhe në parti është vendosur rezultati i pari. Okej. Tregon kjo leadership? Tregon. Po në marrëdhënie njerëzore çfarë tregon? Marrëdhënie mizerable. Në aspektin e marrëdhënieve njerëzore. Do të thënë, i rezultati do të ketë edhe marrëdhënien njerëzore brenda. Po, ka kokfort si puna ime që thonë ti më, po një fjala bie tani. E mendoj me qetësi këtë largimin tim nga Divjara, atëherë e mendoja me inat të madh etj. Se e tillë u ndërtua marrëdhënia njerëzore. Dhe unë këtë marrëdhënie njerëzore kam prioritare. Në çdo rast. Po, marrëdhënia njerëzore u ndërtua e tillë, problematike, arrogante, shpërfillëse, mos them në një gjë më shumë se sa kaq. Ama tani që e mendoj, them po ka qenë një vendim leadershipi ama. Pse? Ishte menduar fitoria në atë qark, ishte menduar fitoria e madhe në atë qark etj. Dhe mbase unë nuk isha pjesë e atij puzzle që çonte në atë fitore.
vendimarrja rezultoi e suksesshme. Pra atje u fitua, u morën 12 mandate që s'janë marrë asnjëherë dhe natyrisht në aspektin po në qarkun e Fierit, në aspektin e rezultatit po ishte një vendim leadership. Në aspektin e marrëdhënies njerëzore pastaj ishte një marrëdhënie mizerabël, që ta them unë siç është. Ama kur ka një rezultat fitues, edhe unë bëhem të reflektoj. Sa kohë që prioriteti është dhënë në rezultatit, natyrisht nuk mund të ketë kundërreagim. Mund të ketë një kundërreagim, po ndodh siç bëj unë për shembull që bllokoj numrat telefoni, bllokoj adresa Facebooku, Instagrami, TikToku, Messengeri, çdo gjë telefoni, çdo gjë tjetër që, okay, kështu solle po, vazhdo. Po ama sa kohë që ky vendim rezulton në fitore, okay, nuk ka kundërreagim. I zblokon pastaj të gjitha Instagramin, telefonin. Jo më ta marrësh të shikosh. Më ta marrësh të shikosh. Jo nuk zhbllokoj asnjë gjë. Ama vëre këtë gjë dhe dalloj eksaktësisht këtë gjë. Vendimin që rezulton një vendim fitues leadership dhe marrëdhënie njerëzore që është shkatruar. Ka mbaruar. Ky gjëja, pastaj sa i vlen kjo dhe deri ku shkon kjo, dhe sa jetë gjatësi ka kjo gjë, brenda një force politike, sa i bashkim vullnetar është në fund të fundit. Dhe kur është bashkim vullnetar, ka marrëdhënie njerëzore në radhë parë. Ka marrëdhënien detyruese etj. E përjashtuese e kështu me radhë. Jo, nuk ka këtë marrëdhënie, ka marrëdhënie përfshirëse. Çdo veprim tjetër e mpak. Se mirë dakord unë e bëj këtë reflektim, po një tjetër thot qa po. Mirupafshim. Dhe ka ndodhur kjo me partit tjera. Janë cuptuar, janë ndarë, janë bërë copash. Se fundit gjithkush ka personalitetin e vet në fund fare. Kështu që duhet parë në këtë aspekt. Mendoj unë. Base unë jam pozitiv në këtë rast, nuk jam negativ, po duhet parë në këtë aspekt. Do të jemi ndoshta do të shohim çfarë ndodh pas 4 vitesh. Pas 4 vitesh, thash, varet shumë nga mënyra se si ne do i konsumojmë këto 4 vite. Exact. Në qoftë se ne do t'i konsumojmë në funksion dhe arrim objektivin që kemi, të përbashkët se radhe edhe ne, edhe ka një vullnet shumë të madh edhe nga ana BE-s për të na bërë pjesë atje, po patjetër që do ketë një zhvillim, jo përfundim, do ketë një zhvillim të suksesshëm. Edhe më tutje Partisë Socialiste apo edhe të marrëdhënieve në këtë vend. Në rast se do të jetë dështim, pastaj dhe edhe vështirë shumë që të ndryshosh gjithçka e të ringresh një gjë nga e parë. Sepse kjo ngelet alternativa vetëm. Vimësia apo trashëgimia pastaj në rastin e një dështimi do jetë vështirë. Do më kam parasysh 2005. E keni dhe ju parasysh. U bë një thyrje e fortë që solli ndryshim. Edhe një ringritje pjesë pastaj derisa në 2013 me shumë dhimbje, me shumë vështirësi, edhe me tragjedi brenda në mes, u krijua ajo që ka vijuar të udhëheq këto 12 vite. Edhe Partinë Socialiste dhe Shqipërinë. Por thash, varet në mënyrën se si ne konsumojmë këto 4 vite. Nëse ne këto 4 vite i konsumojmë për të forcuar pushtetet individuale, e për të krijuar përmes këtij pushteti individ që nuk i thon asgjë dhe harrojnë objektivat madhor që kemi, patjetër që do të shtojmë. Nëse ne e bëjmë këtë proces gjithë përfshirjes të gjërë, madje edhe përtej Partisë Socialiste, dhe arrim atë objektiv, po patjetër që do ketë një vimësi që do vlej. Do vlej, mendoj. E fundit fare pyetje, nëse kemi versionin e parë, pra mbështetur tek karrierat individuale, ambicjet e tjera. Çfarë pritet? Një shkërmoqje, po e them unë, një fat i ngjashëm me partitë si motra në vendet e tjera? Unë do të preferoja të thoja që mund të ndodhë kjo dyta. Një humbje e peshës, fuqisë, mbështetjes Partisë Socialiste tek njerëzit.
e që çon në zbejen e një force politike deri në zhdukjen e saj. Kjo mund të ndodhë. Një skenar që e kemi parë nga pala përballë që duket sikur është në skript. Jo? Pala përballë ka edhe një problem tjetër akoma dhe më të madh, karriera dhe pamerituara. Okay. Pa mbështetura në votër, ku diun tjerë më radh. Kështu që ajo ka edhe një problem. Është edhe një problem tjetër akoma më i madh. Edhe që ata e dinë, e thonë, por nuk e adresojnë. Ky është problemi më i madh. Që në rastin e Lulzim Bashës ata e kuptuan, e thanë, e bën, po hoqën Lulzimin. Nuk zgjidhën problemin. Po ai thoshin që është e pamerituar edhe ku nisi. Nisi ka ai procesi me votë brenda Partisë Demokratike. E që rezultoi që ishte i pavlefshëm. I pavlefshëm. Po ç'rëndësi ka, ajo është pala tjetër. Më intereson kjo. Më intereson, shiko, më intereson një se unë dua të vazhdoj atje të vdes në karrige, ku ti mund t'i pra nga këto historirat. Po jo, po kam përgjegjësi. Sepse gjëja e parë në rast se ndodh ai varianti që po flasim, pa jo fatlumi. Pra, në qoftë se ndodh ai varianti, po ti ku ishe? Po ti çfarë bëre? Normalisht është përgjegjësi shumë e madhe, jo vetëm ndaj atyre njerëzve që janë sot Partinë Socialiste, por edhe ndaj të majtës. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Ka njerëz aty që e mendojnë partinë si një instrument për të bërë karrierë, por nuk e mendojnë si një pasuri kombëtare që është elementi kyç i asaj demokracie që duhet të jetë funksionale në këtë vend. Nuk e mendojnë kështu fare. As e shtyjnë mendimin deri atje. Ja mendoj që jam këtu nga gjërat më të mira, domethënë që un kam mundësi të kontribuoj për të vend, bëj më mirë, por të vëna deri ke gjëra banale, të bëj 5 lekë. Deri ke këto gjërat banale. Pra, është e gjithë trajektoria. Ndërkohë që është shumë tepër se ka, është përgjegjësi për kundrejt njerëzve. Përgjegjësi shumë e madhe për kundrejt njerëzve. Shumë. Dhe ti do thuash fola, paralajmërova, kundërshtova, kritikova e tjerë. Ja, unë e urrej këtë gjë. Okay. E urrej që të them kur gjëja ndodh, të them që ju pata thënë. Okay. Më doli fjala. Është shpreha, është zhargoni popullor. Më doli fjala, më doli llafi. Tjera jo, unë nuk dua që të ndodhi ajo që unë paralajmëroj. Ndodh më e mira. Dhe që ndodh më e mira, duhen përfshirë kontributa. Jo duhen përjashtuar kontributa. Duhet bërë rreth i gjerë, jo rreth i ngushtë me njerëz të tu. Njerëz të tu, po pastaj. Çka kënaqësi e ke bërë njerëz të tu? E çash, ja patë ti pushtet më tepër. Po pastaj. E çka qefi është? Ego. Ego? E pa kufishme. Ego për çfarë? Për pushtet, për para, për ego që del në rrugës së flet njëri me gojë? Ego që del në rrugës ti njeh njëri ata që ke bërë ti, çfarë është kjo? E çfarë ego është kjo? Çfarë ego është kjo? Ego po, që të lësh emrin e mirë atje. Të lësh emrin. E di që ti s'do biesh dakord tani me mua, apo atje në Divjak, e veçanërisht në këtë zonë e Këmishta e Lushës, këto 12 vite, emri që kam dëgjuar më tepër për mirë ka qenë emri i Femie Somaj. Jo pse ishte gocë, ishte vajzë. Në atë moment që është bërë ministra ka qenë 28-29 vjeç. Po, të bëhe në atë regjim 28-29 vjeç ministra. Që unë se imagjino, unë kur ma thanë, u habita për se asum se njëja. Atë histori unë kam refuzuar ta mësoj. Me thënë drejtën, atë të para viteve 90, apo këto gjërat se si bëshin gjëra, e kam refuzuar. Po them, atje mësova që nuk e mbani mend. Thjesht vetëm se ishte vajza e zonës. Po se kishte ngritur blegtorin në atë zonë. Kujdese, dinte çdo gjë. Manjake pas detajeve, që lidheshin drejt me shëndetin e njerëzve, po edhe me shëndetin e atyre që ishin mjete prodhimit, që ishin lop. Atë më ngriti bujqësinë pikërisht në atë zonë. Me kosto të ulta edhe me vlera të mëdha. Në gjitha territor. Pra, ajo mbaj mend për punën. Nuk mbaj mend për karrigen apo origjinën se nga vinte. Se origjina se nga vinte nga fshati vinte. Një familje atje, bujqish e tjerë më radhë. Nga origjinë doli. Po them, mbaj mend për punën, për atë që kishte arritur e për atë që kishte lënë. Këtë gjë duhet mendojnë
Gjithë ata që janë ministres, çfarë do lënë atje si trashëgimi? Dhe për çfarë do kujtohen? Pse u bën ministre? Apo çfarë pune bën? Kjo është themelore. Në momentin që t'i jepet një mundësi. Shumë faleminderit Erion. Faleminderit Lule.